Jemi rikthyer sërish, vijmë dhe qëndrojmë në transmetim të drejt për drejt, teksa padyshim do dalim në të gjitha zhvillimet kryesore, edhe duhet sjellni në vëmendje që në orën 19 do të jetë protesta gjithashtu e një tjetër dite sot në kryeqytet nga ana e protestuesve, e njoftuar kështu gjatë ditës djeshme për që në orën 19, gjë për cilën do të kemi mundësi të flasim sot edhe në raport me zhvillimet që ajo prodhoi gjatë një dite më parë, duke patur kështu edhe disa prej tyre të cilët hyn në fan zone, edhe që me sa duket mori vëmendje të shtuar nga ana e qeverisë, e kryeministrit, por gati 16 të tillë, po mos gabojmë numrin 16 protestues janë në hetim. Kam në studio avokatin Altin Gaziej. Altin, përshëndetje, kënaqësi të kem. Përshëndetje. Do të kemi pas pak dhe ish deputeti Nazan Haklaj, por sapo na bashkohet në studio, vijojmë në diskutimin së bashku, duket që të paktën qeveria ka një reagim tani më jo vetëm me fjalë, me mesazhe, por edhe nëpërmjet kësaj forme që është për shembull hetimi për 16 protestues. Çfarë do të thotë? Po, sinqerisht janë bërë disa veprime procedurale nga ana e policisë së shtetit, siç e the ti, që janë hetuar disa persona ose janë marrë në përgjegjësi penale. Të themi, është faza e parë e një veprimi hetimor kjo gjë, pastaj i kalon prokurorisë Tiranës si prokurori kompetente të shqyrtojë materialet e dërguara nga ana e policisë së shtetit. Mendoj që është deri diku një intimidim i bërë, për shkak se s'po e ç'bëjnë dot dhe ka dalë protesta mbase jashtë parametrave dhe koncepteve që mund të ketë pasur qeveria shqiptare. Po në thelb ndjes, në të vërtet kanë bërë shkelje, pra çfarë ka ndodhur, se nëse të analizojmë disi? Sinqerisht, ligji për tubimet parashikon vetëm njoftim, nuk parashikon marrje një leje të caktuar nga autoritetet përkatëse për zhvillimin e një tubimi të caktuar. Thjesht interpretueshme është pjesa e vendeve se ku do tubohet personi që kërkon leje ose organizatori një tubimi, dhe kjo është pak abuzive dhe evazive në interpretim, të themi. Pavarësisht të gjithave, do duhet që organet shtetërore të jenë të kujdesshme kur marrin në përgjegjësi penale persona ose qytetarë që protestojnë. Është e drejtë e pa kontestueshme protesta kundrejt një apo shumë diçkaje që mund të jetë jo në përputhje me ato që është interesi kombëtar ose vetë perceptimi një shumicë të caktuar të popullit shqiptar. Në këtë rast kemi të bëjmë me një grupim iniciator të rinj shqiptar, të cilët kanë marrë përsipër një nismë të caktuar duke i kërkuar llogari, ashtu siç është e drejtë qeverisë shqiptare për veprimtarinë e saj dhe për transparencën e saj lidhur me pjesën e Nartës dhe Sazanit dhe Zvërnecit, po përshkallëzohet, të themi, edhe me interesat tjera të karakterit të thellë, të themi, të ndjeshmërisë publike që kanë interes të gjërë shtetërore dhe të gjërë në publik. Kështu që mendoj se është interesi çdo kujt të protestoj, unë vetë kam qenë në protest, do shkoj në protest, nuk është problem. Fakti është që kush organizon do duhet të njoftoj se ku organizohet, se ku bëhet tubimi, dhe jo të gjithë pjesëmarrësit. Pjesëmarrësit nuk kanë asnjë lloj detyrimi. Pra nuk i detyrohen asgjë. Më tepër është bashkuar në studio dhe ish deputeti Nazan Haklaj. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se gjitha. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi, gjithmonë jemi në vijim të diskutimit për protestën, duket që në disa prej ditëve të saj tani më rezistenca duket e njëjtë, edhe pse reagimet kanë qenë njëpasjeshme nga ana e qeverisë. Në optikën tuaj, si analizoni këtë protestë? Sigurisht sot është dita 18 e protestës, është një rezistencë jashtëzakonshme paqësore, është një nga protestat më të mëdha të këtyre 3 dekadave, është një zgjim popullor, një zgjim kombëtar, do të thoja kështu, sepse ka një pjesëmarrje masive të qytetarëve nga Shqipëria, nga të gjitha trojet etnike, madje edhe nga diaspora. Pra ka patur disa momente të zgjimit kombëtar në vitet 90, gjatë luftës në Kosovë, pra ka pas një angazhim të jashtëzakonshëm të diasporës, pati edhe një zgjim kombëtar në mbështetjet e protestave për mbështetjen e ushtarëve të ushtrisë çlirimtare që ndodhen në Hag, dhe tani kemi një zgjim popullor për çlirimin e demokracisë nga pengmarrja 35 vjeçare. Tani, nuk duhet ta devijoj bisedën, por meqense e prekët pak dhe thatë mbar trojeve shqiptar, ka pasur një reagim dhe nga ana e kryeministrit që ka theksuar ka prezencë edhe nga Kosova dhe Maqedonia e Veriut. Pse? Po, është një zgjim popullor, thash. Në qoftë se Vučići ka shpallë, si vllau i Ramës, ka shpallë botën serbe, tani po shpallet bota shqiptare. Sepse ka disa projekte inxhinerike për enklavizimin e kombit shqiptar.
Omerin gjësive shqiptare, Gjergj Fikështa thot, vërtet falim Bajram e Pashk, po Shqipërinë e kemi bashk. Tani këta Shqipërinë nuk e kanë bashk me ne, e kanë vetëm me oligarkët. Këtë ullësirën për ndimore, ua kanë dhënë oligarkëve. Pra nuk shtohet problemi Zverneci, Sazani, Riolli, Thethi, Valbona, Pogadeci, pra të gjitha trojet shqiptare, këta i kanë dhënë zotëri. Dhe ka dhe i gjithë tjetër. Preambël e kanunit të Lek Dukagjinit, kushtetutës së parë, pan shqiptare, pan balkanike, pan evropiane, thuhet shtëpia shqiptarit është e Zotit dhe e mikut. Kryeministri ja ka hecë fjalën shqiptarit, sepse kanë gjerë Shqipërinë shritje. Dhe ka harruar që ka dalë Zotës. Ato gjema të vajza, të mrekullueshëm, ka përthash 18, sot dita 18, që po protestojnë në mënyrë me paqësore. E veçanta protestës është se është institucionalizuar paqja. S'ka Molotov, s'ka dhunë. Pasë të kote fundi fakt kishim një tjetër panoramë me Molotov, me dhunë, me fshek zjarre, me incidentet të shkaktuara. Ka patur një përpjekje, sepse aty ka shumë korrente, ka patur një përpjekje për të marrë frenat e protestës. Tani ti mund të thuash mua pse je ti në protestë, unë. Ka 4 vite që ne këto teza i kemi. Të shkojmë mendej që në vitin 2017, pra një dekadë, kemi Republikën e Re. Listat hapura, vetting politikanëve, mandatet kufizura, mbështetje pa ekuivok të spakut, pra të drejtësisë së re, dhe listat hapura në mënyrë që sovrani të delegoj pushtetin të zgjedhur i vetë duke hartuar një kontratë sociale. Këta i kanë mbyllë listat. Ka 10 vite që po themi Rama dhe Berisha janë bashkë. Ka 10 vite që po themi është aliansa e kullave dhe e vullave. Dhe përballë është një aliancë e re që po lind e qytetarëve me spakun. Kjo aliancë do shkërmos Keopsin kriminal, 3 këndshin e Bermudës. 3 bri ka. Një është Burg, Zoti Meta dhe 2 janë jashtë. Hipotenuza është Zoti Berisha. Rama dhe Meta janë 2 katetet. Tani të 2, Rama dhe Berisha në kthyer në Astradin. Sa kanë nevojë përmendin kushtetutën. Pastaj i herë thanë janë grek. Pastaj serb, pastaj qarqe antishqiptare, pastaj musliman, pastaj iranian, pastaj janë anti-amerikan. Ata që janë përpjekur ta institucionalizojnë anti-amerikanizmin, e qëtën atë protest anti-amerikane. Ta në qytet duket ty, a jam unë anti-amerikan? E ke pyetje retorike, besoj, apo do që Po pra, pyetje, po të jam përgjigje. Korso mund ta jap përgjigje. Nga vi unë, pa nga Malësia e Gjakovës, instrument kryesor, një nga instrumentet kryesore është çiftelia. Sa të kem zë, frym, unë do thras akord çiftelin njëri tel shqiptarësh, tjetër amerikanësh. Sepse duhet jemi mirënjohës amerikanëve, që nga Wilsoni në 1919-ën, gjerë të Bill Clintoni që urdhëroi sulmin e NATO-s mbi makinën gjakatare të Slobodan Miloševićit. Historia ka treguar. E të George Bushi që tha pavarësisht sot nëse është vonë. Tani ajon Berisha e Rama bashkë. Sigurisht janë bashkë. Ta vërtetojmë. Njëri e ka Gerdecin, tjetri e ka Zvernecin. Njëri e ka Thethin, tjetri për Gerdecin. Njëri Varezat e Kozinës, të 2 kanë Detin. Njëri ka vlla Vučićin, tjetri ka Mickovsin. Të 2 kanë vlla Mitsotakisën. Mitsotakisi deklarojnë në parlamentin grek, jemi të lumtur sot se u shtuam me 6 milje. Tani pse ku është opozita? Se aty ka një slogan, opozit e shritur. A është opozita e shritur? Sigurisht që është opozita e shritur. Sepse ndoshta pyetja duhet ishte ku ishte, se ku është s'ka nevojë më se dal popullin. Opozita është e shritur tani. Tani e ka zvendësuar. Po pse është opozita e shritur? Sepse është e marrë peng. Është e marrë peng sepse është dhënë vula. Dhe sot gjykata e lartë du ta ndaj kush e ka legitimitetin e opozitës. Ka 2 vite që dosja është në gjykatën e lartë,
Pra dosja e rekursit ligjor, që ne kërkojmë që gjykata lartë ta ndajë se kujt i takon legitimiteti. Në asnjë vend të botës, një gjykatë e një niveli më të ulët nuk refuzon vendimin e një gjykate të një niveli më të lartë. Një trup gjyqësore e gjykatës apelit ka refuzuar vendimin e gjykatës lartë. E di që lidhet me protestën, por mos më shko Jo me protestën, nuk po shkoj as larg. Ku është opozita? Jo, nuk po shkoj as larg. Ku është opozita? Sepse këto protesta kanë ardhur si zemrim. Po nuk e duan opozitën, as protestën. Kanë ardhur si një zemrim. Kanë ardhur si zemrim popullor, si tajfun. Që do thotë nuk duan asnjë palas tjetër. Ja akumuluar. Tu jemi dakord. Shiko po. Tani, përpjekja për ta kapur opozitën, këtë protestën është qesharake. Sali Berishën dëgjojmë që tha, ne i kishim nisë protestat, po i lam protestat sepse i bën ata. Po bëj thirrje gjithë njerëzve tanë shkojnë atje. Është me njërin slogan, pra Ramanburg, po s'është me tjetrin slogan Berishanburg. Tani në qoftë se ka tek PD-ja njerëz me integritet, deputet me integritet, duhet të largohen me një herë nga Sali Berisha. Dhe ky është momenti. Është momenti për të larguar nga Sali Berisha, për të mos e majt peng opozitën. Sepse Sali Berisha me Edi Ramën po e majnë peng opozitën, zotëri. Po e majnë peng opozitën. Dhe tani ka një problem shumë të madh. Gjysma e qeverisë është nën akuzë. Gjysma e kryetarëve të bashkive janë nën akuzë për korrupsion madhor. Edhe sot Parlamenti Evropian. Këto janë fakte që ato çka janë përballën realisht me drejtësinë, ne kemi bërë publike në media dhe gjithë qytetarët e dinë. Çështja është që një deputet ka bërë një lëvizje. Edhe sot Parlamenti Evropian, zotëri, edhe sot thot në Shqipëri ka korrupsion. Dhe qeveria shqiptare, konkretisht Edi Rama, pengoi heqjen e imunitetit për zonën Balluku. Si ndryshohet kjo tani? Si ndryshohet? Në këtë pikë jemi. Tani ka radhën Sovrani. Apo kërkohet që të sfumohet protesta? Se me avokatin diskutuam ka një përpjekje. Ka nisë edhe hetimi për një po le të nisë më 20 e kusur persona. Është mesazh për përcjellës. Le të jetë mesazh. Unë jam kundër çdo lloj devijimi të protestës paqësore. Dhe ka qenë budallaleku më i madh marshimi drejt Rinasit, ku ishin ata, për të lodhur protestuesit krejt kot. Dhe ata që kanë bërë ato le të marrin përgjegjësi. Unë jam kundër çdo lloj thirrje për dhunë, zotëri. Dhe historia ka treguar që protestat e dhunshme. Më fal. Çfarë dite jemi? 18 të sot. 18, po. Çfarë ka ndryshuar? Një sekond, mos më largo. Po pra, s'po të largo. Tani prit me datën 20, në orën 20, bin 150.000 shqiptar do të jenë në Tiranë. Dhe thirrje për të gjithë qytetarët, ruani gjak ftofsin. Thirrje për të gjitha korrentët aty. Për të gjitha korrentët, grupet, grupacionet që përpiqen të marrin frenat. Nuk i merr kush frenat e një zemrimi popullor, që është akumuluar prej 35 vitesh, zotëri. A i kupton sa e rëndosht? Aristoteli i Larsh thot, jemi sklever të ligjeve për të qenë të lirë. Dhuna nuk është liri. Ora, çfarë mund të ndryshoj? Por ne kërkojmë, siç thoshte, ne kërkojmë, zotëri, ne kërkojmë, po patjetër, edhe këtë dhe ja. Ne kërkojmë, siç thoshte Abraham Lincoln, qeveri nga populli, e popullit për popullin. Këtu kemi patur dy shtete paralele, shtetin e Ramës e Tagasit. Dakord? Kemi thënë edhe në studion tënde që krimi i organizuar ka kapur gjymtyrët e shtetit. Dhe me pushtetin është kap shteti. Dhe kemi pa 3D, 5D, apo jo, kompani kriminale. Tani do të kemi kompani tjera kriminale. Pra kemi oligarkin politike, oligarkin financiare, krimin organizuar përballë aleancës qytetare tani dhe spakut që po gëtet në mënyrë spektakolare. E respekti më njëri për ta. Gjem e vajzat të guximshëm që guxuan të çojnë prapa hekurave grupe të strukturuara kriminale që kanë prodhuar një parlament ilegjitim. 31 deputet të Parlamentit të Shqipërisë nuk kanë certifikat sigurie. Me tani kjo ha diskutim se se çfarë punë bën ndjesë sekond edhe mund të bëj punë shumë të mira, por duhet parë se ku se ishte deputete ai që deklaroi sot që kërcënohet deputete e Parlamentit të Shqipërisë. Shiko, unë kam qenë deputet vet, kam qenë i kërcënuar, mi kanë bërë 6 atentate, kam dalë nga burgu, fushata ime është hapur, tak, hapi derën, jam spak.
Spaku përshkakton tërmet tek Keopsi kriminal. Okej, rasti i Koçekut, Kazi, çfarë ndryshon me këto deklarata të bëra dhe nuk e di në rastin e një deputete, po e kam me pasion, Haklaj sigurisht. Në rastin e një deputete duhet të përfshihet Spaku me njëherë në kërcënime? Po sinqerisht unë nuk e di se çfarë teknikisht ka ndodhur me deputetin Koçeku. Ka vetëm një deklaratë, në fakt nuk e di, besoj e njohur me deklaratën. Jo, me deklaratën e saj. Po, deklaratën e saj. Po, cila është shkaku i deklaratës? Se deklarata është pasoja e një shkaku. Cili është shkaku? Çfarë i ka ndodhur deputetes? Për këtë duhet të toj jo vetëm Spaku, po qoftë dhe prokuroria. Zbardhje të plot, të pastër. Po, patjetër që po. Unë përveç se të ndaj atë që është vendimarrja deputetes me një guxim të madh, të rrallë, të lënit të një partie që është parti me e bërë njësh me krimin, që është për të përgëzuar deputetja për këtë gjë, pastaj e zgjodhi elektorati partisë, e zgjodhi elektorati saj. Këto janë problematikat e sistemit elektoral që kemi, nga i cili do duhet pak të themi të distancojmë dhe të marrim dhe të kërkojmë atë që është me mira për shqiptarët. Gjë e cila do ta bëjnë me shumë probabilitet protestat që janë protesta paqësore, po protesta jo të nxitura nga interesa politik, po nga interesa kombëtar. Protestat cilat po i prisnim shumë dhe protestat cilat kanë dhënë një mesazh të qartë, jo vetëm brenda vendit në trojet shqiptare, po edhe jashtë vendit. Para se të vjen në emisionin tuaj, po dëgjoja një blogger nga Sardenja, Italis, që kishte të njëjtin problem me ne. Domethënë një konglomerat, një holding e madhe, po kërkonte dhe kishte marrë gjitha autorizimet përkatëse për të ndërtuar në Sardenja, në një qytet të vogël të ishullit italian, mi lidhur me një resort shumë të madh, i cili do ndikonte në ambientin dhe në infrastrukturën e virgjër të atij vendi. Dhe na merrte edhe për shembull ne shqiptarët, kishin lënë takim me shumë njerëz të tjerë që të mblidheshin dhe të bënin një protestë të madhe në datën 1 korrik dhe do shohim si do shkojë. Për të thënë këtë gjë, që protesta ka marrë dhe ka dhënë mesazh mbar kombëtar dhe europian. Po na marrin për shembull të mirë në këtë rast. Shpeshherë Shqipëria është cituar dhe është përgojuar për shembuj të këqija që ka dhënë në përbot, po këtë herë protesta paqësore dhe masiviteti kësaj proteste me interesin kombëtar dhe jo me përkatësim politike ka qelluar në shenjë të themi dhe ndërkombëtarisht. Kështu që është pak për tu parë se çfarë do ndodhi në ditën vijim, se nuk është e lehtë për shumë qytetarë të dalin në përditshmëri dhe mirë bën organizatorët e protestës që e shtyrën me një orë për shkak të kohës që është shumë nxehtë në orën 18 dhe e shtyrën në orën 19. Do i thosha të mos dekurajoheshin nga këto intimidime të bëra nga organet ligjzbatuese shqiptare, ata që organizojnë tubimin të kërkojnë të bëjnë njoftimin për tubim në mënyrë që të jenë sa më korrekt me organet ligjzbatuese shqiptare. Po çfarë rrezikojnë? Rrezikojnë Shiko, është pak e turshme, është pak meskine. Të paktën ai që ne thamë në krye të herës bashkërisht, përpara se të na bashkojë zoti Haklaj, është, domethënë, janë marrë në përgjegjësi penale një numër i caktuar qytetarësh me 3 vepra penale. Tani, kjo duket që është e qëllimshme dhe është intimiduese në vetvete. Është intimiduese për të dhënë mesazhe kundër të tjerëve që shiko, mos dilin protestë se do keni fatin e këtyre njerëzve që do merren në përgjegjësi penale. Normalisht ata në fazat e para të hetimit do hetohen në gjendje të lirë me shumë probabilitet, jo me shumë probabilitet, por me bindje të plotë them këtë gjë, për shkak se nuk kanë bërë në një vepër nga ato që kërkon ligji për masat shtrënguese të arrestit në Burg ose në një masë tjetër. Kështu që është më shumë dhe mesazhi i gabuar dhe jo dhe meskin që mund të jepet qytetarëve për të mos dalë në protestë, për të dekurajuar pak të themi këtë masivitet popullor që me iniciativë njëri tjetrit kanë dalë dhe janë bashkuar pa interesat të themi të caktuara politike, po me interesat të caktuara kombëtare. Shohësh familje të bukura me fëmijë, nëna, bijtë të këtij vendi, të moshuar dhe shumë të rinj që dalin në protestë dhe është një shembull shumë për gëzuar. Tani është shqetësuese apo është normale prezenca e shqiptarëve të Kosovës apo të Maqedonisë së Veriut, që kryeministri në një deklaratë të tij tha duke nisur nga Kosova, nga Maqedonia, fashist, çfarë nuk përfshiu aty, po ta që janë brenda territorit shqiptar mund të jenë normal në këndvështrimin tim. Nuk e di nëse mund të konsiderohet i tillë apo duket se ndërhyrje politike duhet flasë.
qytetarët i nuk i ndalon dot. Përgjigjen e dha më mirë kryeministri Kurti, edhe Zoti Rama, që i tha që unë nuk jam këtu, tha, për të shitur tokat e shqiptarëve të Kosovës. Unë jam këtu për të shërbyer. Unë tha mund të shes vetëm gjëra që më përkasin mua. Unë jam këtë pozicion i zgjedhur për të shërbyer. Dhe shërbimin shqiptarët e Shqipërisë, ose kjo qeveri që ka 4 mandate dhe kujton se është në përjetësi nga atë karike që është ulur, nuk e ka as në koncept shërbimin. Shqipëria, shqiptarët kanë mbetur pa shërbime. Shqiptarët janë të keq shërbyer ose të pa shërbyer, janë të përçmuar. Këtu shërbet vetëm ai që ka ndikim drejt për së drejti nëpërmjet financave të veta tek qeveria ose te pushtetarët. Pra, Rama nuk e ka konceptin si Kurti dhe prandaj i ka frikë shqiptarët e Kosovës ose shqiptarët e Maqedonisë. I ka frikë nga kjo gjë, se ata janë pak më të lirë se ne, nuk janë të lidhur me pushtetin ose me pagën, çojmë këtë pagën në shtëpi, po hajde t'i bëjmë keq një popull. Jo, nuk funksionon kështu. Ne shqiptarët shqiptarët e Shqipërisë jemi pak të vegjël në mënyrën e mundësisë. Kush punon në shtet, unë marr rrogën, po ç'më duhet për të tjerë, nuk mund të shohim kështu. Duhet të jemi pak më zëmërapur, pak më të qartë, dhe ta shohim për te portës tonë, se për ndryshe, domethënë, nuk do të shkojmë gjatë si popull. Nuk do të shkojmë gjatë. Populimi është gjëja kryesore që po i ndodh këtë populli dhe është, ashtu siç e tha dhe Haklej, është një tezë dhe është një skenar i mirë përcaktuar i kësaj qeverie dhe i kryeministrit të kësaj qeverie. Rasti i deputetes Koçeku parashikon në analizë këtë, kjo nuk lidhet me ligjin, po në analizë personale që të ketë pasim të veprimtarisë ndoshta nga deputet të tjerë, për shembull. Do e shpresoja shumë. Do e shpresoja shumë për ta nxjerrë hapur, jo vetëm atë që të heqin dorë nga qenurit pjesë e një partie e cila është e shkërmoqur në totalin e vet. Ai deputetët e partisë të vet i kam zhikos figurativisht. I mban nëpërmjet metodave meskine duke i shantazhuar. Dhe njeriu po si ishte i lirë, si ligjvënës nuk mund të jetë i lirë si qytetar. Para se të jesh ligjvënës je qytetar, sillu si qytetar, pavarësisht se ke një mandat. Nuk ta ka dhënë Edi Rama mandatin. Nëse e konsideron të Edi Ramës, atëherë ri dhe kam zhikocu nga Edi Rama. Në kundërt, ta ka dhënë populli shqiptar dhe duhet i shërbesh popullit shqiptar dhe t'i bindesh popullit shqiptar dhe jo Edi Ramës. Haklej, të tjera lëvizje mund të kenë pas? Sigurisht, unë shpresoj e besoj që po. Po du të ketë dhe tek Partia Demokratike. Patjetër. Ky është shansi dhe momenti që të... Për shembull, po marrim deputetin Gazmend Bardhi. Është sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike. Ka akuzuar kryetarin e Partisë Demokratike rithemelimi, e theksoi rithemelimi, sepse ashtu është ajo, Partia Demokratike rithemelimi, e ka akuzuar publikisht, por edhe e ka denoncuar në SPAK për përvetësim të paligjshëm të titullit zyrtar me falsifikim vulash, stampash dhe formularsh. Sigurisht ai parti rithemelimi ka 29 themelues, një ka vdek Ingjeri ish presidenti Nishani, Kokalari që ka ik, dhe Agran Shaj që ka themeluar parti tjetër. Pra këta në grupi i rithemelimit. Nuk është parti, është nismë. Po pra, partia rithemelimi. Ashtu keni quajtur në gjykat dhe ne e kemi denoncuar dhe e kemi në rekurs në gjykat lartë. Për t'i dhënë ligjshmërinë, sepse thash është një parti me zgjedhje, me të organeve, me vula dhe stampa dhe formular të falsifikuar që herë në parë. Dhe rekursi ka 2 vite që pret në gjykatën e lartë. Sekretari i përgjithshëm ishte atëherë Gazmend Bardhi, sekretari i përgjithshëm është sot Gazmend Bardhi. Dhe tani nëse ka pak integritet dikush aty, që është në hipotekë, se ne këtë kemi kërkuar, pas Gerdecit, është i bërë tentat kushtetutës dhe është asfiksuar vota e lirë, gur themeli i shtetit të së drejtës. Pra, nuk kemi shtet të së drejtës, zotëri, sepse kemi një qeveri që nuk është e popullit. E del nga populli, po me zgjedhje të falsifikura, me zgjedhje të gravitura, që i kthejnë parlamentin shtojës të qeverisë. Pra, parlamenti është shtojës e qeverisë. Dhe 2 vetë, binomi Sali Berisha dhe Edi Rama, e kanë burgosur demokracinë. Ne këtë kërkojmë, çlirimin e demokracisë.